Ma shtype I herë për të në? Nëse më përta në ashtë, e këtë interneti, e ka shtype. Dino, që I shtype me të më të lëdura të. Tana I mori marsi për atje? Ojte, ti I gatë. To është vend I dekër në shapel valë. Së është të thonë në të? A që fut. Më të ujë për të ju lidhët, mëse përfënda. Po me të bëjtë ishtë tjetër. Nëse josa, një barazim Shkodër, pa tjetër se është I luks për ju, si byllësi, duke pas parasysh është I vlefshëm për vetë faktin pozitave të dy skuadrave në tabelën e klasifikimit. Unë para punës njërë du të them që është hera parë që I dalë me që arbitrin përreshton ka ndeshje, edhe me drejt përreshtoj. Kisha dhe unë nervat e mija në të momente. Po t'i futemi lojës në përgjësi, bëm një pjesë parë deri diku të mirë në pozicionat mbrojtëse, por shkaktuam shumë shpejt fallë dhe këto fallo na futën në zonën tonë, pavarësisht se Vllaznia nuk ishte rastin e pastër për të shënuar. Profesor, para ndeshjes se prisnit që do të merrit këtë pikë Shkodër dhe e prisnit një Vllaznie kaq dobët sot. Jo, nuk është problemi që unë nuk jam ai që mund të them që Vllaznia ishte shumë e dobët. Ishin dhe lojtarët e mi, sepse nëse ke parasysh pjesën e parë me pjesën e dytë, ne bëm një diferencë lojë dhe diferenca e lojës tonë ishte që në mes në fushës u treguam shumë më të zotë se sa Vllaznia. Profesor, edhe në fazën e parë ju keni bërë një ndeshje shumë të mirë ndaj Vllaznisë, por Vllaznia fitoi. Çfarë dallimi kishte ndërmjet asaj Vllaznie kundërshtarit, pra edhe kësaj Vllaznie të saj? Po dallimet e Vllaznisë nuk mund t'i Vllaznia luante pothuajse me të njëjtën mënyrë loje. Edhe gjatë gjithë kohës ka luajtur me të njëjtën mënyrë loje. Unë besoj që edhe fazën e parë ne na anullui gol të cilën ne kishim pretendimet tona. Mund të kishim marrë nesh edhe barazim, por nuk do të kthehemi te faza parë, sepse unë ndryshimet e Vllaznisë mund të thotë vetë trajneri I Vllaznisë që ishte Vllaznia ka luajtur 20 minutë parë shumë të mirë në Ballç. Kështu që ne ekuilibruam lojën pastaj, megjithatë. Profesor, ky barazim I sotin në Shkodër, sa ndikon për vazhdimsinë, besoj se është një pikë plus. Një pikë plus normalisht, sepse fund e vonit vjen skuadra për mos të humbë, ka shi një Vllaznie agresive. Kur them agresive me kuptimin e mirë të fjalës. Unë jam I kënaqur nga mënyra se si lojtarët e mi u mundun pjesën e dytë, patë një disiplinë më të fortë pjesën e dytë për sa I përket mezit fushës, ku besoj që dhe Vllaznia ra fizikisht. Ka diçka fundit që jeni në Loro Boriçi me një stadium që dhe në Shkodër që keni punuar shumë vite. Para punës njërë ishte I neshje, jo, s'është hera parë që rikthehem. Jam rikthy dhe herë tjera në Loro Boriçi kur gjatë kohës që jam larguar nga skuadra dhe gjej rastin gjithë tifozërinë e Vllaznisë ta uroj për festat të cilat janë në ardhje tashti dhe t'i uroj mirësi sa më të madhe qoftë edhe skuadrës. Faleminderit, profesor.